Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, ka deklaruar se vendi i tij nuk do të përfshihet në një luftë më të gjerë kundër Iranit, ndërsa tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë të rriten. Në një konferencë për shtyp në Londër, Starmer tha se qeveria britanike do të ndërmarrë hapa për të mbrojtur qytetarët e saj dhe për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit. Sipas tij, Britania do të vazhdojë të mbrojë interesat dhe aleatët e saj, por nuk do të tërhiqet në një konflikt më të gjerë rajonal. Kryeministri theksoi gjithashtu se Londra do të vazhdojë të punojë për një zgjidhje të shpejtë diplomatike që të rikthejë stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Starmer njoftoi edhe masa konkrete për të ndihmuar familjet britanike që po përballen me rritjen e kostos së jetesës si pasojë e konfliktit. Qeveria do të ofrojë një paketë mbështetëse prej 53 milion poundësh për familjet më të cënueshme që përdorin naftë për ngroje, pasi çmimet janë rritur ndjeshëm. Ndër masat e tjera, qeveria ka vendosur kufizim të përkohshëm të faturave të energjisë deri në fund të muajit qershor, duke kursyer mesatarisht rreth 117 pound për familje. Gjithashtu, është zgjatur ulja e taksës për karburantin deri në muajin shtator, dhe është prezantuar një platformë që u lejon drejtuesve të automjeteve të shohin në kohë reale çmimet më të ulta të karburantit në stacionet të ndryshme. Kryeministri britanik theksoi se stabilizimi i tregjeve energjetike globale lidhet ngushtë me rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për transportin e naftës dhe gazit në botë. Në fund të deklaratës së tij, Starmer theksoi se përfundimi i luftës në lindjen e mesme është mënyra më e shpejtë për të ulur koston e jetesës dhe për të rikthyer stabilitetin ekonomik. Ai shtoi gjithashtu se Britania do të vazhdojë të mbështesë Volodymyr Zelensky dhe Ukrainën, duke paralajmëruar se konflikti në Gjirin Persik nuk duhet të kthehet në një përfitim strategjik për Vladimir Putin.